Nderuar drejtues e seancës, nderuar kolegë deputet, shumë shkurt do përmend disa gjëra që I konsideroj shumë të rëndësishme për qarkun e Kukësit. Duhet ta nis me Tropojën, që vitet e fundit ka njohur një numër gjithmonë në rritje turistash, edhe fal atyre investimeve që janë bërë dhe fal vizionit të qeverisë. Por, ndërsa ka marrë udhë pjesa që do të lidhi Lekbibajnë apo Tropojën me Dukagjinin nga qafa Agrit, do doja sillja në vëmendjen e qeverisë edhe një rrugë po kaq të rëndësishme nëpërmjet ndërmaja në fakt është vënë udhë, por e domosdoshme është që me Dukagjinin të lidhet edhe nëpërmjet qafës së Agrit. Nga ana tjetër, doja të falenderoja qeverinë sepse mbas shumë vitesh ka miratuar një fond për spitalin e Tropojës. Por duhet shohim me vëmendje shërbimet që kryen atje. Për shembull, Ministra e Shëndetësisë nuk është, por trovojanët për të bërë kontrole për syt duhet shkojnë ose në Gjakov ose në Kukës. Ne duhet ta sjell vëmendje qeverisë që shumë faleminderit për fondin që miratuat për spitalin e Tropojës pas shumë vitesh, por duhet të shihet me vëmendje edhe furnizimi I spitalit me mjek apo me specialistë të fushës. Isuf, bën mirë të dalësh nga ato anë më shpesh. Dhe madje më kanë thënë një gjë interesante. Më kanë falenderuar demokratët e Kukësit, Hasit dhe Tropojës, se thonë që shkukja arti, ke folaj shumë për Kukësin, për Hasin, për Tropojën, sa që edhe Isufi edhe kanë filluar dhe të flasin më shpesh në parlament. Ja, kjo është ajo. Vjen mirë, sepse duhet I kemi bashkë duhet I artikulojmë bashkë disa gjëra për të mirën e vendit. Pra, Tropoja kishte 200.000 turistë në 2024, të dhënat e 2025 nuk kanë dalë, por potenciali është I zakonshëm. Dhe kemi miratuar në një projekt I cili hap një kapitull të ri atje, 500 megawatt eolike, ndërkohë që edhe një projekt tjetër pritet I bashkangjitet parit, çka do të hapin edhe nga pikpamja e infrastrukturës, punësimit, konsumit, një, po themi, periudhë të re për Tropojën. Nga ana tjetër, duhet të sjell vëmendjen e qeverisë disa kërkesa për disa rezervuare të Hasit. Mora vesh që disa janë miratuar, nuk e kam ende listën, por është shumë e rëndësishme të ndërhyjet në Has me mirëmbajtjen e disa rezervuareve të cilat janë shumë të lidhura me bujqësinë. Dhe gjej rastin, me qenë se them për bujqësinë, që t'i bëj një thirrje edhe atyre titullarëve lokal që merren me bujqësinë të sensibilizojnë më shumë fermerët, t'i ndihmojnë për aplikime dhe Isuf, duhet të sensibilizojmë sa më shumë se pas statistikat e përfituesve të Tropojës, rreth 150-200 duhet t'i sensibilizojmë që t'jetë shumë më tepër aplikues. Unë besoj se duhet t'jenë 500, 600, 700 përfituesit e asaj zone. Dhe 2 menaçet fundit. Ka mbajtur shërnim gjatë gjithë fushatës nevojat për rrugë. Dhe janë të shumta, por do sillem vëmendje që rrugën e Surojit dhe rrugën e Zogajt në mos patrim mundësinë për t'i tenderuar sipas standardeve, po themi, kombëtare, të paktën t'i krijojmë mundësinë me mjete, me karburante, bashkive respektive, të cilat ta sjellin në një formë të kalueshme.
janë 2 rrugë cilat kur i kam shkelur, kam parë që është e domosdoshme sa më parë një ndërhyrje emergjente. Faleminderit. Zoti Baçi, keni fjalën, të përgatitet zoti Malaj. Faleminderit